Nderuar vëllezër, njerëzit I tanë një I çmendur, po flet gjana të cilat nuk I përceton logjika. Po fol në Mekë e po thu se ka me depërtu Islamin atje në Persi e në Rom, çfarë superfuqit maja, me ka si tanë kështu. Tanë ky njeri nuk është mirë. Edhe shkun të nderuar vëllezër, këtë ngjarje nuk bën pe e thonë. Shku në Medinë, me kasit, Medinë ka qenë një psikiatri asaj kohe. E ka pas emrin Damat el-Ezdi, është njoft psikiatri asaj kohe. Edhe I thonë me kasit ti, Damadit, apo vjen në Mekë, edhe çka dush po t'japin na pasuri, me shëru një njeri se osmu. Qysh është I smut të daj? Gjana që menja s'ta merdë. Dhe në gjumave tjetër kërë me argumentu fjallit. Qa ka thonë pejgamberi që se ka marrë menja njerëzve, e që sot janë argument shkencor. Thot fol gjana çuditshme. Vjen kënë Mekë, takohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot ajeti Muhamedi, pejgamberi thot po. Thot unë jam filan psikiatri, populli të ka shpallë për të çmendur, të padijshëm. Thot dhe kanë kërku prej meje me armë të shëru. Thot po, ti dush me bashkëpunu me mu. Çka me bashkëpunu? Thot ti dush me fol, e unë me të dhon diagnozën, a je I çmendur as je I çmendur. Ja subhanallah. Edhe pejgamberi sa nuk është rasti I parë ky. Historia ka dëshmu qindra raste ku pejgamberi ka debatu me njerëz më të mëshëm të historisë. Edhe një nga një ju kanë përkul para kampe. Një prej tyre që ky. Edhe pejgamberi thot po bisedojmë. E këshir pejgamberi në detyrë. Edhe ja nis të nderuar vëllezër e thot çata që pëthojmë në fillim të hutbës. Ja nis të fjalë thot innal hamdalillah. Tu e këshir në synja të parë psikiatrin. Edhe tu I thonë pejgamberi innal hamdalillah. Vërtet falëndërimi për jetë që mi takon Allahut azza wa jall. Nahmaduhu wa nasta'inu. Thot vetëm ata falënderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe mbështetje kërkojmë. Wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Thot vetëm atij përkulmi dhe kërkojmë falje për Tina, dhe vetëm prej Tij të kërkojmë udhëzimin. Man yahdillahu fa huwal muhtad. Thot dhe kanë udhëzon Allahu është I udhëzuar. Wa man yudlil fala hadiya lah. E kanë humb Allahu s'ka kush që udhëzon. Ashhadu an la ilaha illallah. Dhe vazhdon pejgamberi fjalën. Ky thot nalu. Thot përsërit më edhe një herë. Pejgamberi përsërit edhe një herë. Thot nalu, përsërit edhe një herë. Ky e imagjinon fjalën e pejgamberit. Thot I lartësuar është Allah. Apo ai që ka kriju tokën dhe qiellin. Çka I thot? Thot zgat ma dorën. Ashhadu annaka rasulullah. Thot dëshmoj se ti I dërguar Allahut. E ata tjerë janë çmendur. Sepse njeri çmendur si thot të fjalë. Edhe pranon Islamin të nderuar vëllezër dhe kthehet në Medinë, I thot populli vet a e shërove ata? Thot unë shkova me shëru ata, më shëroj mu. Thot prej sodit jam ushtar në krahun e tij. Jam një prej besimtarëve të parë të Islamit. Thot sepse njeri I cili është I mëshëm, thot e kupton se ai është truni I njerëzimit. Thot ai që ka pak dije, veç me analizu fjalët e pejgamberit, e kupton se këto fjalë janë njerit më të mëshëm që kanë njohur historia e njerëzimit. Dhe këto fjalë s'u I thot askush, përveç atij që ka mësuar Zoti I Madhreshëm për shtatë qiell.